Endri Shabani, a ka mundësi na sqarosh pak, ju keni mbaruar në Angli për shkenca politike, keni qenë parlamentin nërindor, keni qenë pedagog në Universitetin Leo Arasi dhe me Sorosin. Dhe biles për këtë ju akuzojnë, edhe si një njeri Sorosit që kjo puna Sorosit është bosi puna Soros, sa që kanë arrit kushdo që ka pikpamje liberale, quhet i Sorosit, jo ju që keni qenë fondacion, për edhe mu që nuk kam pas asi lidhje në jetën time me Sorosin, më quajnë tash që marrë dhe paga nga Sorosi. Mirë, po kjo është Shqipëria. Shqipëria e turmave, i themon, e turmave të Niçës. Shiko, ajo nuk është rastësore, dhe ka Sali Berisha. Pra, këtë mitin e Sorosit. Sali I cili ka qenë vetë në marrëveshje me Sorosin. Me thonë drejtë, unë Sorosin për herë të parë kam pa nga Sali Berisha. Unë kam qenë shkolla Lidemi. Sorosi kishte hap programin atëherë në Shqipëri dhe po ndërtonte shkolla, ndërtuan 400 shkolla. Një nga këto ishte shkolla Lidemi në Tiranë, që u restauru komplet. Edhe erdhi e solli Sali Berisha, tha ky filantrop i madh etj etj. Kështu që nga Sali Berisha kemi njoftë. Ai e ka sjellë në Shqipëri, ai e ka promovu, por në 2015 u detyru të votonte reformën e drejtësi. Dhe sajoj pasaj këtë mitin Sorosit se ishte vetëm një gjë për ta justifiku. Për të justifiku në ngradën e tij. Për të justifiku, në ngradë ishte pak më vonë, për të justifiku reformën e drejtësisë. Sepse shkoi e votoi vetë dhe pastaj shante kam gjësin darkë. Kështu që kjo ishte pak a shumë, kjo ishte zanafilla e kësaj fabule Sorosit. Unë midis masterit dhe doktoraturës, pra u ktheva, kam qenë 7 muaj në Shqipëri. Dhe shkova, kam punuar atje si menaxher programi, unë shkova ke flamuri amerikan, organizat ndërkombëtare amerikane. Pastaj këto tjerat janë do është. Unë kam të qartë afare se këto kanë arrit deri aty sa që Sorosi ka komanduar shtetin amerikan, janë budalliqe. Ajo është edhe, shiko, është dhe mentalitet. Pra, të kuptosh se si funksionon politika në Amerikë është shumë e komplikuar. Janë grupe interesi, janë struktura aty. Ai e thjeshton, është i burr aty lart. Edhe ai ka gjithë aty. Fakt ky nuk ka faj se kur e bën edhe Trumpi gjatë gjithë fushatës tij që e boni Sorosin gogolin e Amerikës kur ky mori gjithë bilionerët vet pastaj dhe Sorosi krahasu me këto është një asgjë. Krahasu me Maskun për shkak. Me Maskun s'është asgjë, po këtu pastaj jemi në absurdet që ka Shqipëria e djathtë e majtë, që mendimin tim se ju jeni dhe kompetent, mendimin tim e djathtë dhe e majtë ka dhe prandaj mendoj është kjo krizë masaramjes luftës